Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Podart me Kesin. Aty ku ëndrat nuk janë të vogla, por vetëm në fillime. Me mua sot është një vajzë shumë e talentuar nga Maqedonia e Veriut. Mirë se erdhe në Elbasan, Anila. Mirë se gjeta, Kesi, faleminderit për ftesën. Të lutem. Anila, na fol pak për veten. Ku studion dhe ku lindi pasioni yt për muzikën? Unë jam Anila Mahmudi, 11 vjeçe dhe studioj në qytetin tim të lindjes Kërçov, në shkollën Sande Shterioski. Pasioni im për muzikën nuk ka një datë specifike, sepse kam ndjesinë që ka lindur bashkë me mua. Që e vogël, sapo dëgjoja një këngë, nisja të shoqëroja me zë dhe aty prindërit e mi dalluan talentin tim. O zot, sa bukur. Tani, ne të dyja jemi njohur para rreth një viti dhe kemi ndjekur njëra tjetrën në rrjetet sociale. Kam vëre që ti ke bërë shumë covera, por nga nisesh kur zgjedh këngët? Zgjedhja e një coveri për mua është një proces shumë personal. Asnjëherë nuk nisem nga ajo që është vetëm në trend, por kërkoj këngë që do të më prekin emocionalisht. Pra, dua që teksti dhe melodia të më thonë diçka. Dua ta ndjej historinë që ta interpretoj me shpirt. Anila, ke shumë të drejtë dhe më pëlqeu shumë kjo përgjigje. Por tani, doja të dija se si ti arrin që ti heqësh emocionet përpara se të dalësh në skenë. Emocionet para skenës janë të pashmangshme. Gjëja e parë që bëj janë ushtrimet vokale. Disa minuta qetësie për të fokusuar te frymarrja dhe performanca. Por sekreti i vërtet është mbështetja e familjes. Një përqafim apo një fjalë inkurajuese nga mami dhe babi më bën të ndjem shumë më e sigurt para skenës. Të them të drejtën, kjo është një gjë që besoj se e bën jo vetëm ti, por edhe të gjithë artistët e vegjël. Cila është ndjesia më e fortë që ke përjetuar ndonjëherë në skenë? Ndjesia më e fortë është ajo shkëmbimi të energjisë me publikun. Kur shoh që publiku është duke shijuar këngën njëlloj siç e shijoj unë, ndjej një emocion që nuk përshkruhet me fjalë. Është ai moment kur harroj gjithçka dhe ndjej se muzika na ka bërë të gjithëve një. A të ka surprizuar ndonjëherë vetja, edhe kur ke thënë që këtë herë kam ndjesinë se nuk doja dal dot, për shembull? Sigurisht që ka pasur momente të tilla, sidomos kur jam përballur me këngë shumë të vështira. Ka pasur raste në studio apo para një performance, ku kam menduar se nuk ja arrit dot ato nota, por pikërisht atëherë kur e kam sfiduar veten, kam parë rezultatet, jam surprizuar. Ajo më ka mësuar se pengesa më e madhe është brenda mendjes sime. Pra, mendimet që ti ke, këto janë, le ta themi, një arsye që të bën për të ecur përpara, apo jo? Po. Nëse publiku do të mbante mend vetëm një gjë nga ti, cila do doje ti që ti ishte ajo gjë? Do të doja që të më mbante mend për sinqeritetin në interpretim. Dua që njerëzit të thonë, Anila kur këndon, ajo këndon me shpirt. Pas kësaj përgjigje që më dhe, do doja që dëgjoja një gjë të vogël nga ty. A mundes? Po patjetër, me shumë kënaqësi. Are you someone that I can give my heart to, or just the poison that I'm drawn to? It can be hard to tell the difference late at night. Are you somebody who can go there? You should know I need someone to hold me close, deeper than I've ever known, whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable. He's straight talking to my soul, conversations overload, the training season's over. Mendoj që ajo përgjigje ja ka vlerë shumë. Si do të ishte një ditë perfekte për ty? Nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Perfekte për mua do të fillonte me qetësi, duke dëgjuar muzikën që dua. Pjesën më të madhe të ditës do ta kaloja në studio. Por sigurisht që do të gjeja kohë edhe të dal me shokët e me shoqet. Mbrëmja do të kulmonte para një publiku të madh që këndon bashkë me mua. Dhe do të mbyllej me një darkë të ngrohtë me të afërmit e mi dhe me familjen. A ke menduar ndonjëherë se kjo industri është e vështirë? Dhe ku e sheh ti vështirësinë si anil në vendin tënd? Sigurisht që është e vështirë, sidomos kur talenti nuk gjen mbështetjen e duhur institucionale. Për ne në Kërçov është shumë më sfiduese, sepse nuk kemi as shkollë muzike, as qendra ku të ushtrohemi. Por kjo mungesë kushtesh më bën shumë më të fortë. Nëse nuk e kemi dyert e hapura, i hapim vetë me punë dhe me shumë pasion. Duke ditur që ti je një vajzë e cila do shumë artin, besoj se kjo gjë është shumë e vështirë për ty.
Të lumturoj më shumë kur një kompliment vjen nga një artist ose nga një moshatar si puna jote, apo kur vjen nga një profesionist. Të dyja kanë një peshë të veçantë, por në mënyra të ndryshme. Kur vjen nga një profesionist, më bën të ndihem shumë më e sigurt se jam në rrugën e duhur artistikisht. Nëse vjen nga një moshatar apo një artist i rinj, më mbush zemrën sepse tregon që i kam frymëzuar. Po ti, mendon se yjet ja zbejnë shkëlqimin njëri tjetrit apo ja rrisin atë? Unë besoj se yjet ja rrisin shkëlqimin njëri tjetrit. Kur shesh që një koleg është duke performuar shkëlqyeshëm, si për shembull ti Casey, ajo mua nuk më zbe, por më motivon që edhe unë të jap më të mirën. Anila, shumë faleminderit. Sipas mendimit tënd, çfarë bën një artist të vogël të bëhet një yll i madh? Sipas mendimit tim, ajo që na bën neve artistëve të vegjël të dukemi yje të mëdhenj, është siguria në skenë dhe sinqeriteti. Kur një fëmijë zotëron skenën, këndon me shpirt dhe pa frikë, publiku harron moshën dhe sheh vetëm talentin. Kam parë që këngën e re e ke bërë me profesor Gent Meftarajin. Si ishte bashkëpunimi me të? Bashkëpunimi me profesor Gentin ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme dhe një shkollë më vete për mua. Ai është një mjeshtër që di të nxjerrë më të mirën nga një artist. Ndihem me fat që punoj me një emër kaq të madh, sepse përveç profesionalizmit, ai di të krijojë një energji në studio që të bën të dihesh shumë më e sigurt. Long story short, bashkëpunimi i ëndrave. Profesor Genti, të kemi shumë gjanë. Dhe të përshëndesim nga Elbasani. Nëse zëri yt do të ishte një ngjyrë, cila do të ishte edhe pse? Do të thoshe se zëri im do të ishte ngjyra e artë. Për mua, kjo ngjyrë përfaqëson ngrohtësinë dhe dritën, por në të njëjtën kohë, ari është diçka e fortë dhe qëndrueshme që tregon disiplinën dhe punën që bëj çdo ditë. Po nëse do të kishe një superfuqi në skenë, kë do të zgjidhje? Fitoren, dashurinë e publikut apo famën? Paqë dyshim do të zgjidhja dashurinë e publikut. Fitoria dhe fama janë të përkohshme. Dashuria e publikut është ajo që jep kuptim çdo note kur këndon. Sipas kësaj përgjigjesh edhe, çfarë të bën më shumë krenare tek vetja? Përveç zërit, si për shembull qoftë edhe një sjellje apo një qëndrim. Më shumë se sa zëri më bën krenare disiplina dhe vullneti. Unë nuk pres që gjërat të vinë vetvetiu. Punoj fort, jam shumë kërkuese ndaj vetes dhe nuk dorëzoj para sfidave. Anila, nëse ti do të ishe gjykatëse ose avokate për një ditë, çfarë nuk do të falje kurrë tek një artist? Gjë që nuk do të falja kurrë te një artist do të ishte arroganca dhe mungesa e mirënjohjes. Tani kam përgatitur një lojë që besoj se do të pëlqejë. Loja do të zhvillohet kështu. Unë do të nis një fjali dhe ti do ta vazhdosh sipas dëshirës tënde. Atëherë, dita për mua nis me muzikë dhe buzëqeshje. Zakonisht unë shkoj aty ku më thërret pasioni. Mua më pëlqen më shumë të këndoj se sa të mësoj. Çokolladat nuk i dua sepse të prish dhëmbët. E po mendoj se tani erdhi momenti për t'i prishur pak dhëmbët. Po. Faleminderit. Ëmbëlsirat më të mira i gjeni gjithmonë tek shtëpia e brumrave. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Kam dëshirë të fitoj festivalin e fëmijëve në Shkodër, sepse do më hapi dyert për më tej. Së fundmi, një mesazh që ke ti si Anil për gjithë fëmijët që duan të ndjekin ëndrrën e tyre, si një rast inkurajues që je edhe ti vet. Mos hiqni dorë nga ëndrat tuaja. Besoni gjithmonë te vetja, punoni fort për t'i arritur ato. Talentit nuk e duhet leje për të shkëlqyer. Besoj se tani ka ardhur momenti që ne të dyja të bëjmë një akapela të vogël. Ta nisim? Po. 1, 2, 3. Këmbë dal nga dal më quan, ku puthëm e u betuam, e ula ku më uleti. Haja, 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 haja,
E fillova unë të qaj si shi. Pse nuk më mban me vete, në jeti peng më bete. Pse po jetoj, kur një fjallë s'ta dëgjoj, jo, 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 jo. Me këta kapele të vogël, përshëndesim shumë Mira Konçin. Je një inspirim për ne. Të falenderoj me zemër që ishe pjesë e podcastit tim. E shijova shumë kohën që kaluam bashkë. Edhe unë të falenderoj edhe njëherë për ftesën. Edhe unë të uroj shumë suksese në festivalin e Shkodrës. Faleminderit. Kaq për sot. Edhe këtij episodi I erdhi fundi. Mos ishni dorëkur nga ëndrat dhe nga talenti që gëzoni. Për episodin e radhës na ndiqni në Elbasan Jon.